Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Selvia zbulon pyetjen që Shpati i ka pas bërë në lidhje me Bigun. Mbrëmja e djeshme nuk ishte thjesht natë hapësire e spektaklit të Bigut, por u shndërrua në një kujtesë të dhimbshme për një vend që mbeti bosh. Gjatë prajmit të parë, publiku u përball me një homazh prekës për këngëtarin e njohur Shpat Kasapi, i cili u nda nga jeta tragjikisht më datë 26 nëntor, vetëm pak javë para se të bëhej banor i shtëpisë më të famshme në vend. Ajo që duhet ishte nisja një aventure të re televizive për Shpatin u kthye në një plagë të hapur për bashkëshorten e tij Selvie Jao. Përmes një reagimi rënqethës, Selvia ndau me publikun për herë të parë bisedën e fundit që kishin bërë rreth hyrjes së tij në Big, një bisedë që sot tingëllon si një paralajmërim i hidhur. Ajo rrëfen se shqetësimi kryesor i Shpatit nuk ishte loja apo fama, por familja. Kur Shpati mendonte të hynte në Big, më pyeti: "Do mundesh të përballosh mungesën time dhe të kujdesesh e vetme për Roelin derisa unë të jem në Big?" Në atë moment përgjigjja e saj ishte plot mbështetje dhe optimizëm. Patjetër do të jem 24/7 para syve. Por Selvia pranon se atëherë e kishte menduar mungesën si diçka të thjeshtë, fizike brenda ekranit, pa e ditur se data 26 nëntor do ta kthente këtë bisedë në kujtimin më të dhimbshëm të jetës së saj. Homazhi i zhvilluar në top rihapi plagën e faktit se të gjitha ato plane, strategji dhe ëndra për lojën televizive përfunduan në një mungesë të përjetshme. Selvia rrëfen se pavarësisht dhimbjes kishte ende një fije shprese të pavedishme. Unë prita deri në këto momente, prita që të hysh në Big, sikur gjithçka të ishte vetëm një vonesë e gjatë. Dhimbja bëhet edhe më e madhe kur mendon për djalin e tyre të vogël Roelin. Selvia shprehet se zemra i coptohet çdo ditë pasi e kërkon Shpatin kudo dhe nuk e gjen askund. Roeli rritet pa dorën tënde dhe unë mësoj çdo ditë të jetoj me një dhimbje që nuk mësohet kurrë të shuhet. Shkruan ajo duke mbyllur mesazhin me fjalët: "Më mungon më shumë se sa fjalët mund të mbajnë."